38 gradë zënë bime Gabriel Hollywood star DiCaprio Tu do të fly avion Jetën thriller film si Carillon Pi Prishtinës deri në Beirut Ku ke parë nuk po fuli Beirut Halo fresh si kur t'isha pi maqinës Pare tu palu shili u limiti Kina din mu se di që jetu egzistu S'kam nevoj me bukur gjot për me t'impresionu As në jere nuk kom pas tendenca me t'pëlqy Ishti me se mrejta nga dalo mu në shbuqy Jam i vet fresh edhe clean Zinxhirin qap tendi me syt vizlim Jam shumë nels, moj kur me mri Qillin cloud nine e qilli o kufi Jam i vet fresh edhe clean Zinxhirin qap tendi me syt vizlim Jam shumë nels, moj kur me mri Qillin cloud nine e qilli o kufi O kufi, o kufi, o kufi Stejke në pijatë dhe në njatë kiri la me parkum Krevet i rum, tu jetu tanën se shtune dhe shtune një pagun Ata mirën vish me lape dhe tanën një papun E veti e kom gjithë një mademoiselle Besyje femën, besyje hotel Qanta janë Coco e sojna Chanel Për lëpizi legal si në loa kartel Jam i vesh fresh edhe clean Zinxhirin qap tendi me syt vizlim Jam shumë nels, moj kur më mri Qillin cloud nine e qilli o kufi Jam i vesh fresh edhe clean Zinxhirin qap tendi me syt vizlim Jam shumë nels, moj kur më mri Qillin cloud nine e qilli o kufi O kufi O kufi O kufi Okej Qielli është kufi të gjuhës të Radio Dugaxhini Veç po e dini kush është musafiri jam për sonë të shuk jam i ngusht Shuku që më rrit me to Kastriot Regja Qielli kufi Kastriot Regja a.k.a. Mike Një artist që nuk unal Një artist që më rriti me bu krenor prende vetë mas pari E vetë mas viti e hit mas hiti Po arrin hala me kone relevant Jo që është shok jemi Po këto e thujnë kejt Zona qashtë të ndryshëm Që ka njerë njerëzit menojnë që nuk o personi njejt E këto e dëshmoj së fundi me albumin e ti Qielli o kufi E aji Me neve mojki Gji falnderit që erda Falnderit për të fjallë mira më skuse Farte kom për mledh shto a Tu najt me Edita Dolin Pi bëj që to të mira Qështë kam? Mirë Kryesisht mirë edhe pëse shet U tuta pak që Se be u tuta se nisi dita që ashtu i kendo Për shambull vendosa me lo kerën Se kerën e loj vet Shpeshe 3 herë loj vet njerë që e në të loj Je marakli i kjerët pak. Je marakli dhe... Fort je marakli i kjerët. Po, dhe për kejt ata që se din me lo kjerën vetë është antistres. Kejt qëtësën, të knaq kejt. Edhe unë e kaloj një kohë të mirë, kur jam të e lo kjerën këshlirona, kështu e lo telefonin që aty as, edhe shkova e lo kjerën kejt mirë, mrena, jashtë, pam, pim, pam. Taman e kom të erbe, ka njës një shi, malë, shumë shiro. Po kur gjajo, e kështë është ashion për dritare të u qedh e vendose. E kështë është ashion për dritare, veç koronal rrymat e vendose. Së më pas më qedh, më kalon të qyshtë të njës, po qashtu e kam frizurën s'pa lidhët. Do me thonë, pas ka posë shumë gjosa, më thonë se të birë s'po vi. E ko menu, po jave, dhe se ta një kërë këqyra më vazhjur, dhe okej. Mirë jam. E kam oflova, për një me, nashton jem një njeri që shumë ta kom tesh të ta bu që të një album, se ki potencial. Kaldëm kur ke momenti që vendose për një me shqit një album. Se dibe, veç ardhë momenti që ashtu, nuk, që i kom pas 2 albuma shumë të në fillim karierës njerë me grupë kër im kon t'i djesh, edhe tjetëri u kon prap me t'i djesh veç më natin kër në kon, po album solo, e di që më t'ju dasht, e di që nështë kur im kon edhe ma më prime edhe kur kom shpërthy ma shumë më dasht me pas një album, po shumë, nuk e di vesh, nuk e kom marrë kur iniciativën me bu një album, edhe pse kom pas gjithë shumë, kom pas në për studio ndryshme, demo ndryshme, po qërë albumi është, nuk kom pas shef kur me bu një album collage, kom pas shef me bu album, kur e bën një artist një album e nëj që
duhet me bo kong ma shumë të qefit, kong të shpirtit, kong që nuk e ka nina është ta kur publika që ashtu, me bo eksperimente në shta sin zhondër, sin tematika, jo me bo që ato që jënë super hermet po. Kong të klubit që të binë neja, në shta pare indirekte. Qaja, është e mira që kjo është albumit që mund është me shprej vetën edhe se cili me gjithë vetën në një kong. Njëra ndryshme, edhe me thonë, me bo tematika tash, edhe pse që kjo pjesa e para albumin 7 kongën, 6 dashnis, edhe një është Qelli o Kufi që reprezentan albumin, është konga që reprezentan albumin paka shumë, po pjesa tjetër, kur del ka me pasë edhe tematika ndryshme, ka me pasë edhe tema sociale, ka me pasë edhe hip-hop, ka me pasë edhe zhondrë ndryshme, edhe pse edhe në pjesë parë u bo eksperimente, ku bu paka shumë në zhondrë. Afro House, nej, reggaeton, gjithë shka ki mix, apo edhe nuk... Te edhe temat sociale në është i ke bua dhe ma herët, për shumë është konga dynja që folet për botën, manej nuk dërzona që menej që është një kong që gjdo sportist e gjenë vetën të qaj edhe është një farë... Jo, gjdo sportist, po gjdo njeri... Po, unë e si është sportist të e përmen vetën. Gjdo njeri që ka piksunim dishka njët, ose ata që kanë vesh kanë dështu dhe provojnë prap më ngrit, ose më rinjall, ose këta që dojnë me bo diçka prej fillimit, bile sot e po është një mesazh sa merë, një mesazh sa merë në TikTok, tha, vesh ta dish ta kongën nuk dërzona e kom bu tatu. Edhe jo nuk është i pari, kështu kom një shumë herë, abdes është shumë motivuse, është shumë kongë motivuse, bile shpesh herë, edhe vete ngëj, kur jem në i fazë të keqe, kështu që po, ka me pasë dhe tema ndryshme. Menoj që qaj është e mira artistit kër e bën një album, kër vjen me një album, nëse i bën 20 kong, nëse i bën 15 kong, nëse i bën 10 kong, me shfaq një pjesë që tjerë se kam pa prej teje, me të pa ndryshën, tema ndryshme, qaj është albumi... Me dalë pak për komfort zonës njëre. Ose ku njerës e marrin edhe e ngojnë prej kongës, që e ke pas shumë sute na halo nuk se di, nuk menoj që dina me ngu mas miri halo album. A ke pa e marrëm një CD dhe e para dhe 7 a ishe mirë, këto tjerave që kish bo hajt. Zbesoj që artistat bojnë kongë veç hajt kër, po do të më mësu me ngu, si me kap një liber pi faqës të parë, me thone faqëa e parë ke e mirë dhe e tetë, a vëdena jo, menoj që artistat tash po folion që akom ngu në karierë tem, kejt të unis pi albuma Jay-Z, Kanye's, Eminemit, Wu-Tangat, Biggie, Tupac-i, mështi, a vëden. Edhe, po, zakonisht janë shumë të fillë dhe paraqesin ma shumë se që ato që e shohum në hitet e tyne ma të mëdha në komercial. Që kjo është e mira albumit. Kështu që menoj që se cili artist javlen me pas albumit solo. Shumë mirë që e prekëm që temën e motivimit edhe konga nuk dërzona, e kom pas njeri bejtin Musafir edhe për ma bën, i thash, a ki diçka për fund? Po më thët, kur të kina artist madh, tha, vetëm më nga kallëzu pak për të hekat që i ka pas, se artistat nuk kanë qef shumë e full për tatë pjesë. Mu po më interesën te, pak mi kallëzu publike, so zërë kun me orë deri shtu, edhe sot ka vyt mos mu dërzu, se adin për shamull kongën si manekene kër e ke pas, maneke pas pak edhe një periud të fështirë mas asoj, edhe u kun shumë me etapa kjo karriera jote. Pajs, po dive, tash mja njës me folë për vështirësi, nështë da do të mi bu një 2 epizoda, s'kam qef as mu viktimizu, që ashtë e sene, nuk kam qef me dollë, që ashtë po, normali e mbe sfida ta vëdin, po nështë ta veç diçka, nështë ta një mesazh, për shamu se për artistët e reja, si bejtia, për shamu, adin. Nuk është interesant nëse nuk i heka, ja dim vlerën ma nej suksesit, ja dim vlerën shumë suksesit. Nëse kalon në për shumë sfida e din vlerën suksesit, po qëllimi kryesorën e menoj që njët është veç mos më nalë. Veç mos më nalë. Nuk ka lidhe që thoj, nuk ka lidhe sa shtirë është, nuk ka... Veç nga në kongën nuk dërzona dhe është 100% jeta jam. Po qa është e mira është qaja mos me hub vullnetin, dëshiren për punë, edhe që kjo sani ma i mirë unë e menoj që të na plot e bojnë gabim që sët, këshyrin, futën në shta në profesionet ndryshme me qëllim vesh me dhezë. Nuk më nëshme hi dikun dhezë. Nuk më e kom kry një fakultet që të po të bëj që ato se qajo po dhezë. Ja. Menoj që dosh mas pari me dosh që ato që jetu e bo, me njek që ato që jetu e bo, me besu shumë që ato që jetu e bo,
Edhe manej me punë, me përkushtim, besoj që një ditë ka më ardhur deri te suksesi. Nuk mund është ka dhez tash elektro, hajt tash unë po puna DJ elektro se po dhez dhe elektro, jo rrin tonën, ai keni kështu për fillimit, shko deri në fund dush me dash, nuk është qëllimi veç me dhez. Se me dhez gjithçysh dhez. Del shtash të nxesh, ke maicën ngojç sullak me dhez. Po dhe. Po s'është qëllimi veç me dhez. Unë ke ndorë çush po dhez. Çaja mos po m'pëlqen që pe këshyrim veç me dhez. Veç me dhez, gjithçka veç me dhez. Po që në sen që e vrejta, se e ka pa telefonin që sot, u dosh më ndërlidh me shto, më pëlqej, një komentu se Emi, whatever, e pas kam jam në huj këka, he really loves his job and I like the songs because of the passion he has for the work he does. Për ty? Po. Më pëlqej shumë, që shë kish vrej, tash po folëm edhe të komentus. Zakonisht komentusë na kanë tendenca të këqija me haterot. Jo, nuk është unë s'besoj që asgjë nuk e kanë qash hate, po e din që komentet e këqija negative dhezin, që ajo është qëllimi me dheza, e të kuptu. Po manej edhe koncentrohen shumë që anej edhe negativ, vish këshyrin që ado që ti të bën, që ado që ti shfaqesh në fytyrë publike, që ado që të bën në rrjetet sociale, në televizion, në media, që tash, sani i parë, edhe i fundit, edhe krejt sanet këshyrin, me gjithë kime më vojë, që thojnë populli, ose me të kritikuse, e më pëlqej që i kish pa ondë pozitive. Gjysht, një komentus tjetër kish mujtë me thonë, po si ka vjetë kjo me këty, pëse që ka lidhe me vjetë muzika? Që ka lidhe me vjetë muzika, po pëtën, shpirti s'plakët, kër, muzika o qep, muzika o pasion, muzika o dashni, muzika, apo pëtën, dush me ndje ato, qosh e bën në penzojna në TikTok të këcy, edhe del dikush edhe e shaon pozitive dhe thot, wow, po më pëlqen pasioni që e ka për punën e ti. Se do mos ajo që edhe s'ta ka ditë gjuhën, se ka ditë gjuhën shqipe. Që ka pas, se ti... E ndjen, që është ma e mira në muzikë që s'ki nevoj as me ditë me full gjuhën, i bashkën njerës pa i ditë gjuhët. E përçan energjin. Piktuit e në kina, po më tërë. Shumë mirë që përmena se bashkon nga qile o kufi, ta jepin një farë energjie shumë mirë me hi në album, kështu, edhe të e po prej tekstit pak, një farë mënyre i beke që kretë albumin e ke bo ma shumë për vetë, edhe nuk ki nevoj mu validu prej njerëzve, që ashtu t'i ro, dyqysh. Kalzo ma pak që t'kongën qile o kufi, pëse vendose me kon kjo konga por album. Që dibe veç që ashtu në bazë të refrenit, teksti, qile o kufi, manej, që e përdorin Amerikanë të kanë, sky is the limit. Ko marrë për që asoj qile o kufi që nuk kuptan me punë, me përkushtim, që me arrit në qila, kuptan edhe qili është kufini, s'ka përfarë. Edhe në klipi e këtë policis, pështut, pështu më pak, për ndryshe e kena albumin për mas coverin, kush ta ka bu coverin, Mike? Fajmderi shumë edhe për dhuratën atje. E gëzof dhuratën, kjo është ma pak ta që muj me bu për një shok që jena rrit bashkë edhe kur i kena pos ka 2 euro në gjep e kena pos tripin e njajt edhe një sen që më pëlqen të ti, Mike, është që për një me kështu je kon gjithë vetë vetja, do me thonë nuk është që po thojna pari atë kanë ndryshu si njeri. Do me thonë sanat që i ke bu si i ri, për shamull dashnin për basket, për ketë këto, haloj ki. Mu ma bojnë shpesh, se mu jo po fama, jo po qajo, apet po këtejna që atë ndashni për punën që e bën, në rrugën që e bën. Unë kërse kom qyra as parën as famën, mas pari e kom nis muzikën veç pëse e kom dasht. Ka pëlqy mu shprej lirshëm, hip-hopit a ka jap qatë mënyra, qatë edhe komponu, manej me pun ka orë suksesi, parja, fama, ajo kjo. Krejt. Po që e qika që ke në klip, qile o kufi. Kush është ajo? Shoqe inja. Shoqe, veç. E ke post dhe një TikTok shumë të furt me të. Po. Ka gjanajs ka jo. Po, TikTok ju, TikTok u konë me kongën ma, së më të thëmë. As titullën e kongës të thu. Po, u konë me... You know I ride with my... U konë funny kështë, jena mënu me bo funny të dytë bashkë. Edhe interesant ka dollë. Qash po ma nej njerës të japën kaje tjetër, kejtë. Komentet, thash komentus janë...
Crazy, ha? Shë di. A kështë martu na i voice të një nacionaliteti apo rrotse tjetër? Me dosh, për shumë. Nuk menoj që i shkon problem kur e gjen personin e duhur edhe përshtatësh njët me të dhe që ka mas shumë të rëndësi menoj që është me pas njerëz lëk mrena që ati personi. Okay. Me kon njerit aman edhe dashnia s'nje ngjyrë, s'nje Nice. nacionalitet, s'nje kur e gjen personin e duhun nuk shoh kur gjë të keqe. Yeah. Njerë thojnë për ty, do thojnë është i mirë kur kënan, nuk më pëlqen kur e po vot. Do thojnë është i mirë kur e po vot, s'po më pëlqen kur po kënan. Okay. Mu po më interesant, qysh e shet të qëto dhe se kom një farë përshtypje që i ki fonsat pak të ndomë. Për shembull e ki një fanboz që thojnë mo i ki vjetër kur kare po vot, u konë shumë i fort, tash po kënan. Po e ki edhe këtë fanbozën tjetër, për shembull neve na ka ro bashkë jena konë dhe një plak 71 gru e më shume, se thash keq plak 70 vjeçare të kanale dhe të ka thonë, shumë këngë të mira i ki. A dyn që është problem një artisteri, mi pëlqy edhe gjeneratës së shtym, pra moshës së vjetër. E qysh është sheti qëto? A është një anë pozitive kjo në fund ditës? Shë di, mu përgjësi të njetën më kam pëlqy edhe vetë artistat që kanë mujt që janë konë ma versatil kanë mujt me bo Kret ka bank. ma shumë se vesh me repovat ose ma shumë se vesh me knu se jom konë fansi që atyne për shambull Eminemi, aj tjetëri plot, po se di, e shoh si multitalent. Kam ma shumë se një talent. Di për shambull me repovat shpejt, di me repovat ka dal, di me knu oll, di me knu nal, di me bo gjithçka, thjesht me bo gjithçka në muzikë. Mjafton më pëlqy muzika, mjafton më pëlqy instrumentali, di në çfarë të zhondre, çfarë dush. Edhe menoj që janë aftësi që t'i jap Zoti. Edhe menoj që duhet më vlerësu qashtë. Po tash ka njerëz që ju pëlqej qashtë, kur ju pëlqej qashtë më gojmë që ata që më dojnë për kong, ka tjerë që më pëlqejnë me hip-hop, më gojnë veç për hip-hop. Kështu që edhe albumi pak a shumë e kom bo qashtë, pjesa e dytë, ma shumë për fonzat hip-hopit. Ma shumë hip-hop, ka dhe aty pak, një 2-3 kong dashnis, po kryesisht janë hip-hop, pjesa e parë ka dashni. Menoj që është aftësi që nuk kep aftësi, ma shumë se një aftësi që nuk e posedon çdo artist. Ai artisti parë në Kosovë që ka knu nalt, Pere Pera, si të mos. Vallaj në Pere Pera dhe kështu përveç Mentor Kurtishit kush ka knu nalt. Mentor Kurtishi, jam kujtove. Shout out to Mentor Kurtishi, jam shumë i fortë gona. Bolla kom knu, edhe po, kom knu 2015 me Sjena Mukur kom dalu kom knu edhe ma herët na. Si manikene, dhe ajo ka nalt, po ma nalt, se cilën herë kom shku ma nalt se kom pa që është diçka ma ndryshe, ma veçante, na nuk ka të paktën, në përbot ka, po e kom pa që është interesant, nuk pe bën kërkosh, ma nej mas me kom një plot që kam bu edhe me autotune dhe kështu, po se di. Nuk përdor autotune, shumë pak e përdor autotune. Jo, e përdorim vene ku du vetë me jap shmekin kongës me autotune belle, keq kuptojnë edhe hen, veç e sheni koment, me autotune, apëtem, po... Kështë e zbullohë, qëllimi kombe me autotune, apëtem, se se kom shefën ata, e të kuptojnë nuk avim. Autotune ko! Po që kjo ko, adin se jënë do kongë për një me, jënë do kongë që i shkon be autotune. E lyv, po dhe, e lyv. Qashtu e ka, bëden, vetë... Po për shambull që panollim të Tipeni e ka zbulu autotune, Tipeni e ka shtin treg. Fix. Din që për herë parë në kërë kom një Tipenin të knu live pa autotune, më kalon pa men, më ka fascinu. Po, se dhe në tash si komentus, te aj, si këta të komentus, po në veç shikus. Kom thonë, okej, kë njeri e ka zbulu autotunin që shto nuk dhe me në veç auto. Kërë kom një të knu live, kom thonë, po pëse s'kënan live, po ajo kon gjetje tina, dhe pëse mos me shfrydzu, apëten. Fix. Po për shembull të kongën Lyrical Warfare që i ki me Kreshën. S'ka pos autotune atëre, po, vetëm domethënë kon ka gja fire për në atë vakt. Si kong, e konga dyta albumit ke me
me Lyricallin edhe PM-in Dogsin. Qysh lindi që kjo kong, a ke ma shumë hajde të bujna një kong për klub pak për... Jo, thash nuk e kom menuve, nuk... As në sent albumet se kom menu që ashtu as me gjetë formulën e suksesit me dheza, sot ecen. Oh. Plus. Edhe se di, PM-in e Dogs në farforme ja kom këthy bashkëpunimin që më kanë ftu në bashkëpunim të parë tyne edhe me PM-in ma hall që ashtu e në arrit edhe kom pas qef gjithmonë edhe me një mu edhe më ka një mu edhe jena që atë për njën e tjetërin edhe... A më është interesant shumë me Lyricallin... Ju ka përqyqa, ja? E me Lyricallin... është vishë seni dytë bashkë që e keni, para më në të në këto vjetë. Lyricallin është shumë interesant se me Lyricallin në fillim karierës tem për herë të parë kur kom punu me një koncert live shtu në publik pak ma të madhe u kom festimi që më ka marrë edhe sa arroj kur në Gjakov më ka marrë me një klub edhe ma ka bo një super prezentim që kur kom dalë para publikës kam pritë që më ditë kejtë kongë. Dhe me thonë që më konë as si manekene se kom po folë 2008 në shta? 2007-2008. E performove në i kongë? Se kena najtë shumë edhe që të më Prishtinë këtë repera qenë kena najtë në faza kohët ndryshme momentet caktu me bashkë me njën e tjetërin po me festimin ka pëlqy gjithmonë edhe aj se edhe aj e ka pas multitalent. Din me knu, din me nxerë refren, din e kom vlerësu shumë, e vlerësoj shumë një artist që vlerësoj edhe ata artista që din me bovesh një 16 që një reptur, s'po thoma një strofë me myt një strofë, e thirë një reper caktum, s'po mbjan mena i kush, po e thirë një reper caktum me ta myt një 16 që ta myt një 16. Po e vlerësoj edhe shumë ma shumë e vlerësoj një artist që din me ta bu kongën pi as dhe një. Se njerës nuk e menojnë kërra bedin. Njerës menojnë, kjo e ka zonë e mirë. Po unë e kam zonë e mirë, po unë e bëj kejtë. Unë jam arkitekt i kongës tam. Unë e bëj intron, unë e bëj strofën, unë e bëj urën, unë e bëj refrenin, bëj prap urën, strofën, pi as dhe një kejtë kongën. Tekstin mu po djetë. Tekstin, vijat melodike, knimi. Lyricalli u konë është njën e pi artistave që e bën një kongë pi as dhe një din me ta bo vetë. Edhe në ashtë në fillime e një konë vish ju dë që keni bo refrena në për kongë të repera. Vadin atër nuk ka gjazërë konë me gjetë në i reper që ka bo refrena. Ta është normal. Kam bo atër po. Pak ma pak. Mës ta arrojmë në jamën, kam bo. Okej, po shkojnë anë DJ Enz me Te Quiero, Mike featuring Lyrical Son, DJ PM edhe Dogs dhe po rikthehemi në studio për një muhabet tjetër. Ordinary love, on my heart, keep it. The way she make that booty clap, babe, wanna tease me, wanna lick the lollipop, I'll be your easy. Vishe këm busqishin tone që m'puthe ti djen E të jerën parfimin presenca e soj që shkëllqen Zemrën me pas ty, zdo më thëmë në ranë që Zdojna me në marëm që shmu knash ta dëmë në ranë Si shëtiti në për fransë, tirë harqojna lek pa arshty Blej me ari arsh, shpirt fresh i vanshi Listen s'du më zgatëshëm, në që kejnë qantëm S'më me në distancëm, ty që në të stradëm Jo që këtë pa brejtëm, peshët let më teshëm Dhe teshtë të nuk më ranë, kur që pesh me të nuk qlejgjëm E te quiero, e te quiero Se te quiero, e te quiero Nëse pina jera kemë ne mu prap me hymne Du me pasafës dë rukëtin Me ty du me ndonë dë me vënem Ty visë një
nizë edhe m'fer Zemër ti e grita jem e nder E nëse ty jeta kisha pas Prap me jetu me ty unë kisha dasht Nëse ty jeta kisha pas Prap me ty me jetu kisha dasht Që du me pas e te quiero A furvetit me t'majt e te quiero O deri në fund jetës e te quiero Se qia se t'mira e te quiero Që du me pas e te quiero A furvetit me t'majt e te quiero O deri në fund jetës e te quiero Se qia se t'mira e te quiero Te quiero, Mike Lyrical Sun, DJ PM, DJ Doug, Mike në Radio Dugazzini, orë studio me mu Festionikën. Mike, shto dy kong pak ma hype kështu, ma vibe, ma prej qëti momenti, pak po shkam me konga e tret edhe e katërt, pak ma e ullë ritmin, Azul Don Julio. Azul Don Julio është interesant se ka një farë tranzicioni pi baladës Janis dhe kjo bo që ashtë Janis reggaeton është dhe kjo në refren kejt në gjallë. Ma nej në strofë dytë në rën kejt tjetër, zhandër kejt tjetër. Qysh e ki procesin e tek shkrimit, për shembull, të kongve, a e gjen veç motivimin e momentit, a shkon në studio dhe qysh funksionon truni? Nuk e di, e kam notes, kam shumë tekste, kam edhe të në kohën truni është që aty i ka mend, apo dhe në që të në muhabet, muj me kohën të e bo një muhabet diskutu për një temë tjetës tonë, diçka dhe për një moment caktun veç e thu një fjallë në cilën unë muj me njës 3 reshta dhe veç e shkrujtup edhe e loq aty, mas 3 dite ose 1 javë, ose veç e vazhdoj, ndodhë ka njerë prej një fjallës, veç më vjen 5 minutë, për 5 minuta e kryj kejt tekstin se fjalla që thojnë e nëzirë fjallën, snalësh, bam, në qatë hez shkojnë studio bëj dhe nuk e kam me orar, është kur të vjen momenti, ka momentin e bam, edhe pse kur të hinë në studio është ma ndryshë, është pak punë ma intenzive, dhe që është dush me shku, me ngu bita në stop, me konë ma enë, po për ndryshë, veç vjen. Zipsa kom një binde që të kongën Azul Don Julio, e ke bo në klub. Se e ka pak tematikën e klubit. Po, e kom. Tu baka shumë jëm dalë, kove të fundit bile... Tu ja morë snapin njënës, të diska o tekst njënës. Ja, e gore. Ke pak tematika, do me thonë, u falke për një djallë që u lëndu pak për dashnis, edhe ma në i pegjen vetën në alkohol, edhe në... Me e këtë keshtë. Qa ka kur që të keshtë. Me e këtë keshtë. Me u shpiz mirët. Po shkojna me Azul Don Julio, DJ Env, shkojna me kongën e tretë të albumit Qielli o Kufi, Azul Don Julio nga Mike, këto një Radio Dugazzini. Azul të kill të pik prap Nesër më fil e shtir fak Do angel që bojnë që nojnë krat damin Sion me mu për qabesh ma dinamin Tu më nu me qejt ty zës është klabi Tu përfundu tu ja marë së cilës snopin As njona s'ma ma hek modhe Falem zot se sonde jam që shnu me djallin Dolla për vetës për i not Me mene me ty edhe pse me ty bëndaj shtratin Kërkush ma shumë se të së ndëm Kërkush ma shumë se të së ndëm O sham ke boj që këmbo Dashni me dhimbje të ndërko O sham ke boj që këmbo Dashni me dhimbje të ndërko Prej se ke shku, o një shumë mirë Prej se ke ik, o një po pi O baby go mush O baby go mush Si ka rëndore zemë të ty Dhimi mishkim shifti s'moj lë për sy Andër e tek me bella me t'pa në ty O qëm ke boj që t'këmbo Dashni me dhimbje të ndërko O qëm ke boj që t'këmbo
ti me dhimbje, prej se ke shku, unë shumë mirë, prej se ke ik, unë po pi, oh baby come on, oh baby come on, prej se ke shku, unë shumë mirë, prej se ke ik, unë po pi, oh baby come on, oh baby come on, oh baby come on. Okej, Azul Don Julio, kanga e tretë e albumit Qile u kufi nga Mike, falënderit DJ Enzi. Pak për relaksojna pak muhabetin, po shkojna me segmentin e Enzit favorit që e ka 15 për 1.5. Kom t'i bo 15 pyetje interesante. Ti këmë na përgjigj. Hajde Enz, po shkojna? Ha? Hajde, gati, ja. Mike, te kështë pas një super fuqi, cilën kështë vendos me pas? A do na shpejt më përgjigj pa tjetër, ha? Po këto kena vish për presion, pak po. Okej, super fuqi. Me ledzu menje, thojnë, aj për thomas, me ledzu Me ledzu menje. A thuj që auto thonë Enzi be? S'po durohen këta. Qofse jo reper qka? Këngëtar. Okej. E fort. Shprehi ose aftësi që e ki që se din kërkosh. Ha buk shumë shpejt. A këto e di. Shumë shpejt. Edhe shpejt e the. Ka ljerë kom qef me dollë qesh me të zorë like si gazetarë ma po. Nëse hanë qëto për 20 sekundë, da ki jam diçka, ja, gara. Mu bo kampionati hamburgera, kështë banë ma shpejt, ja kështë eftu. Ja, se di ka gjithë shka në përbot dhe shka shpejt. Në shëshni jam maj shpejt. Amo, din edhe me vizatu? O, kam shprehi shumë, shprehi të mira. Kjo është talent, nuk është shprehi. Shprehi nuk ve... Ushqime që këshongër çdo ditë të jetës. Çdo ditë të jetës. Ja, zdi. Jahni, mund të kështë dhe jahni. Ja, zdi. Okej, a ki fobi? Po... Se kam zej. Unë e di, tu do të më hymë në aeroplan. Jo, nuk tu na po hybi këta, vedel. Tu na po hybi, ona, vedel. Hybi. E shurnirë kështë kur hymë në aeroplan. Ja, për është veçaj momenti dhe sa t'hyb. A din qysh? E kam, kur s'kam udhëtim një kohë gjatë më kap një fare. Po për shambull sot me pas një udhëtim, mas 2 dite prap ma nej mësot, a vedel. Po, mësor. Si kun pas një për mi në 300 fluturime. Po, që në Amerikë 2 herë jëm shku, 2 herë s'jëm shku, që tash nuk e di që jëm shku. A vedel. 2 herë jëm shku, 2 herë s'jëm shku. Nuk e di që jëm shku. A, për dhe me ka, a. Asi e shku vish për shkak të aeroplanit, a? 2 herë jo, po qashtu e kom pas një farë. Po du me thonë që largë shto shumë 7-8 në orë në Europë që di. Cili u konaj futbolista e Dennis Bergkampi, adha i s'ka fluturu qështë. I Arsenalit. Mike, filmi preferum? Po mbjan men qëtash, Green Book. Green Book, okej. Ashtë edhe liber i bazum për librit, film po është super filme, super nxarje. Kështë në vetë. Okej, Green Book. Pozita e preferume në gjëmë. Qështë flenë, po. Allah, se di. Si, mbark. Mbark, okej. Njeri ma krenort për ty në familjen tonë. Besaj që prind, që më nutën konë, të njetën. Qa ki vetë qatë GPT-n për erë të fundit? A ti? Hajde. Kisho las në del në e zezë. Ja. Sa në pati. Si ja e mirë që shpo kallën apo ludhësh, e pas në vetë. Ja me kore ta se të polam me qatë GPT-n. Jo me mu pas ka fshi, valloj. Okej. Nuk e di e ves në janë në isan, shtu. Për kërëm do këtë diçka kon vetë. Okej. Çka të bën nervoz në trafik mas shumë ti? Mas e falem kerrën. Ai te me ron. Si çona be xhumit se të hëp shkerrë dosh më bënë. Apo. Po valla. Okej. Kritika që e merr mas shumë ti. Për rrethë të ngushtë. Në çka në përgjithësi kështu. Përgjithësi kështu, prej familjes, prej. Jam pak i gotshëm nga njerë. A mu i kthyshëm je? Po. Kam. Është karakteristike shqiptare. Jena temperament, në moment caktu, ma nej i bina për zhmën, mujna me bo fucked up këtë punën që atë, a nej mas 2 minuta i bi për zhmën. Po jo, kove të fundit kështu e kom punu shumë me vetën edhe kom, nuk më nësh me hek ata, se është karakteristike e jona, po më nësh me reduktu shumë, me punu me vetën edhe po qaja me nëj
Pak I gotshëm. Që thona, ajo fjalla me lam me shë. Që ma ne mënohemi, për ndryshë dë t'jena shigjetar. Emoji preferum? Cilën e qanë mas shumë të kështë? Këto kështë. Aha, këto kështë. Okej. Të ishe këthy në moshën 18 vjeqare, qka kështë bu ndryshë? Këtë shak dhe vëlla. Këtë shak dhe mirë jam. Okej. Ka nga që se kështë lancu me të jabë mundësia, na një që e këshit. Këtë s'jam pishman për asë një mund. Okej. Se cila u hodë momentin e vetë. Okej. Artisti ndërkombëtar që kështë pas qef me boni në Amerikë për shumë. Nuk I. Nuk po m'bjen men, kam shumë kështu plot, me Eminemin e kështë boni, Po, është legendare Eminem. Eminem është, jam rrit me kong tina, po, ka plot vëllaj. Shumë ka. Okej, falenderit end. Këto kënë 15 pyetjet, një sen që dona me kallëzu është te aftësit tua është edhe imitimi. Ka gja imitën mirë, po pelojna për na herë tjetër. Ka nga tjetër albumit, nështë edhe ka nga e me preferu me Jolie, qëto pak je dal pak prej, do me thonë prej zhanrit që bën zakonisht, ke pak ma një ritëm tjetër e pa, tregon pak për qëtë kong? Ma Afro House, kom dasht tash me bu, kom dasht me provu sa në ndryshme, sin tematika, sin zhandre, edhe nice, ka dalë interesant. A u pret mirë që ka kong? Unë e kom përshtypjen që ka gja mirë u prit. Po mirë, kështu mirë, më përgjësi krejt kong të albumit, kështu kom marrë komente pozitive shumë, ju kam pëlqy edhe qa është ma e mira qaja që po më thonë që tash një kong, dy kong, gjithë është ma favorit nështë apo kur po hen me ngu njonën, po të shtin me ngu dhe në fund krejt, apo dhe në dhe qatë janë. Sa të zgjati me bo albumin kështu si proces? Se di kështu sak që kom një, po nështë i kohë nështë rrëth një vjetë. Rrëth një vjetë? Nështë edhe ma pak, që atë dikon 9 muj, 10 muj. A ka pas kong tjera që nështë kanë dosht, kam pas me hipo në fund janë po ka plot, hala nuk i kom selektu që ato të pjesës dytë, ka plot jam përzgjedhje të këshyrën dash. Okej, po shkojna me Jolie. Kongën ta me të preferume, në fakt, mas kongës dashni dyshe. Ato kena me full pak ma vonë, kështu që po shkojna me Mike Jolie. E sa dhe që munona unë e ty me ndi, veç e shumë unë vetën të ti përsëri, e qa mi bohu, jo se di, e qa mi bohu, jo se di. Jolie, 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 e qa mi bohu, jo se di, e qa mi bohu, jo se di. Jolie, Jolie, la 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 la, Jolie, Jolie, la 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 la, Jolie, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dashuri që kem ban, me ndimi kem marr, kur shoh zemra nal, pi gojstra nuk m'dalin fjall. Po bëj pi bukuris tonë, ti jam merda dhe shkëllqimin anës, qysh me menu që keme gone jemja, ti ke lind veç për me ty zemra. Jolie, 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 e qa mi bohu, jo se di, e qa mi bohu, jo se di. Jolie, Jolie, la 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 la, Jolie, Jolie, la 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 la, Jolie, Jolie, la 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 la, Jolie, Jolie, la 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 la. Hey, Jolie, Mike, Radio Dugalgjini, Orë Studio. Konga numër 4 e albumit më të ri, Qielli o Kufi albumin mëni me
dëgju në Spotify, në YouTube, në Deezer, në këtë platforma digjitale. Një super album i menu mirë dhe krejt këngë të mira. Falem. Super. E kom bu një segment, ka më të pëlqy. Dhe në vetën që e trener, edhe i ki tri opcione, edhe ki me bo start, bench, cut. Do me thonë, dikën ki me startu, dikën ki me lanë rezerv, edhe dikën ki me shit për ekipës, po. Te ke lyt basket, për ndryshë moj kërkon edhe një basketbolër shumë i mirë, na kena lyt bashkë, për këtë ju që nuk e dini. Kështu që janë 5 pyetje, i ki 3 opcione, po shkojna me të parën, që ka të bëj me basket. Luka Doncic, Kobe Bryant, Jordani. A për vrejnë se kom shti LeBronin? Se jam hejteri LeBronit? As te se ke dorë LeBronin kërë, diqysh. I fort, apo diqysh bajat, be. I fort, po diqysh, shumë i fort. Po, të shumë i fort. Qash i fort, shpar bajat. Po, të përgjata. Jo, be, të tret janë të mirë, edhe Luka, edhe Jordan, edhe Kobe, po, masione veç. Edhe në qysh, kërë e kom pa dokumentarin Last Dance, në pandemi. Ka shti me dorë Jordan. Po që kjo është qëllimi për këndo që bo dokumentar, artist, njerit madhë që u konë, qaj është qëllimi dokumentarit me rritë dhe me kalëzu botës për një me ku shukon edhe me rritë dhe me qështi me dasht. Unë nuk e kom përjetu Jordan, nëse kena përjetu Jordan të lujt, po i shkon fenomenal. Po prap për mu është Kobe. Edhe pse Kobe është kopja e Jordës, krejt, ja ka vjedh stilin, ja ka vjedh, po ja ka perfekcionu bile shpesh herë me nëj që do lëvize, ja, më sti hi fillet, më zbona Kobe, po de Kobe, start, Jordan bench, Luka, sorry, po Majri, edhe të start pëlqen fort. Shumë i fort, është ekstrem i fort dhe po më pëlqen që u bo Laker. Edhe Luka, cut. Për ndryshë sa një kërë mujtë. Shkojna me të dytën. Right, Right, ama kështu. Mund ma shumë, po. Mirë që përmene dokumentarin, të shboni dokumentar për ty. Kush e kështë lytë rolin kryesor për aktorëve ndërkombëtar? Po nëse. Përveç te. Kush menon që... Zdi, cili aktori Hollywoodit? Po, Hollywoodit. Ja, po, zdi. Ja, zdi. Brad Pitti. Këtë jashtë. Okej, shkojna me të dytën. Femna rrume, kire lom, shpia me bazen. Start bench cut. Në kongën e porë qili o kufi, e ki një verz që thu. Start bench cut, po. Po. Femna rrume. Mira. Pëse pëtë bola. Ja. Jo, be pretër. Kënë kështë cut. Cut. Me bazen cut. Okej. Po, më nështë edhe pa shpi me bazen, po starti është kere lom. Shumë e vërtet. Kere lom, bile gjiko ma bën, kur na bjen ka njerë kështu, nguc ma bën, gjia du na mu do. Gjere, se e moj shumë. Porta pedanta, me hitë e moj, kënë shpetë është mojt, gishta me jetë. Okej, do me thonë për bjenë që bench femna rrume. Në bank. Ono, është të flok të rrume. Dhe na i stili që u gore Ana, kër i prej ke flok. Okej. Jena në kampionat botëror, pyetjen e radhës kom bo pak për futboll. Kush menon që është mas legjendari në Kosovë për futboll? Fadel Vokri, Vedat Muriqi, Alerik Cana. Mësë më gushto me të pyetje, të tret janë legjenda. Okej. Start bench cut. Një dush me zgejt. Start bench cut. Ani po nisi nuk e përcjelli çashtu futbollin shumë, po start Fadel Vokri, bench Alerik Cana dhe Vedat Muriqi, edhe të tretë meritojnë start me kona. Po. Masi është ma i ri edhe ma se është fenomenal spektakull, po na jep momente emocionuese shumë të mira po na jep për kombëtarën e Kosovës, gollat këtë, po tham po shkoj në bazë. Me moshje të shku, a ke po betrit gjithë të qysh lije nono, edhe në që të loj të qysh, hajtë bese i ri, gjithë të konë që kjo, ha? Okej, hajtë 3, hajtë 4, hajtë 10. Start bench cut, ha? Po.
start haj 3. Po kone para, për sa ta. Po në haj I parë që Je kon te. Në ta. Po. Haj Në 3 Shqipni. ju kon po, haj 3 start. Haj Haj 10 që bench edhe haj 4 që po them kat. Haj 4 që kat. 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 Se kat mos po menoj kështu kat, a vëdën kat. Po t'ja kat. Kat, jo, kat. Kat. Po, me prej. Karit. Okej. Ka gjatrona, ha? Okej, dhe e fundit, Mike. Zë shkone Bruna Bjëndin. Triat. Është ka nevojë start Ha, në trek, kat. asnjë Trek. Okej, faleminderit Enz. Zë shkone Bruno dhe çfarë tha? Bjëndin. A kështu tha lëshkusi. Triat. Katërta. Okej, faleminderit. Ky ka segmenti start bench cut. Po du me fol pak për dashni. Dashni dyshi. Konga me Loren, po para se me fol kongën me Loren. Kallëza ma pak dashni nishën. Periudhën që u bo që po du pak më të këthy në kohë njeri, pak më fol, po du për dashni nish. Pse? Trego ma vojbin që ke fosën qatë Po vak. vëzdi interesant be. Se di vallon, nisëm 30 vjet po ashtu, datë s'po di çka kom unë për parë dje. Ja, I gotta bëj histori, është ajo, histori e shkruar. Qatë shumë e kanë dosh njerëz edhe sot asoj dite ma dojnë qatë kongë dhe ma është njona pi kongëve të preferume dëgjuzve të mi. E pa vdekshme. Mike. So që në dër vite kanë lyp me bo një dashni 2, dhe tash unë e di që nështë ta sukses në njëjtë s'më nështë me vërsërit, nështë ta dhe e kalon, po arsyeja, njona për arsye kryesore në konë që dëgjues të kanë lyp shumë. E dojna një dashni 2. Edhe keq ky momenti tash. Po kthehena në dashni 2. Keq ky momenti. A ka një vend veçantë për ty dashni nishi, para se me fol për dyshën? Cilla kon ka vend. Dul me njerë mas jena mos, edhe do me thonë në qatë vakt mi pos 2 hite bam, kështu një mas një, u kon ka gja masive njëri. Po, u kon qërë, u kon rinjallin në karierë tem prej Siena Mos, dhe mos Siena Mos, tash më po më këthena në Siena Mos. Edhe dashnia edhe u kon vazhdimësima nej prej që aty të, se cila kongë ka vend në veçanta, vëdin, se cila ka kontribu me ardhë që të ku jam sot, vëdin. Edhe ajo që ka mas pak të sukses, nështë. Edhe ajo që ka mas shumë të. Dashni dyshit dul, Lore ka pos me konson të këtë, po për disa arsye të ndryshme s'ka mujt me ardhë, po na që ka kena me bo është kena me lidh Loren në kamerë. Hello! Hello! Hi, mirëmbrëma, si jo kam, o? Ku je more Lorela, apo na she? Lorela Po ju ki shoja, jamrin po- kështë gjata? Po, Eksakt, pëlqen? se pas në ditë. a të pëlqen? Shumë nice. Eksakt. Okay. Ma mirë të kish najt burbuq apo hajt, okej. Ja. Ja. Qa ke bo, që she, mirë? Mirë, shumë mirë, ja, tu pa ore minutë kongën, si po shkon. Tu i këshyr klikimet, asë tu ja bo refresh do 5 sekonda. I tregova mojkët që ke pas me kon këtu, po për disa arsye s'ke mujt, kështu që unë e veç po ta shef me të lidh për mes Viberit, edhe me fol pak qysh po kalon edhe qysh e ke prit këtë sukses të kongës. Këto që 5 ditë u dal, po bajag është duke ungu, në radio duka gjën për ndryshe 3 ditë me ranë u kon konga ma e kërkume e ditës, me intervenca pak. Me intervenime. Po qysh po njesh? Unë super mirë, jam duke super e shiju, sepse njerëzit janë të më shkujt shumë për këngën, janë të e pëlqy shumë, edhe e vire në komente, e vire në postime, në TikTok, ka marri farë viraliteti që po më pëlqen shumë. Se është herët, ka vetëm 5 ditë kënga që ka dalë. Yeah. Edhe duhet me thonë që po, është për të kap me dorë. Po, jam shumë e lumtur edhe për faktin që kënga po pëlqejet në një moment që në Shqipëri nuk është se e ka
gjithkush menjen me dëgju muzikë, është një farë situate kaotike këtej nga ne, edhe në fakt për gjithë ata që kanë pas kohën me më shkrujt, apo me i shkujt majkut, me ripostu, me dëgju, me bo pjesë të postimeve të veta etj, jam super minjose dhe falenderuese. Kallëzëm kur të kena thirë me kamerë, me mojkun. Po është me thonë që shkesi i këtij bashkëpunimi je ti, Fis. Falenderët shumë, une veç ju kom lidh. Janë tuja. Jo, une veç jam kon në, që thojnë Amerikan, right time, right moment, vendi duhur, momenti duhur, edhe veç nuk i ka pas as një javë që ke qenë në emision të unë, edhe Mojk i ma kalëshu në një kafe, dhe i kom thonë sa një por që i kom thonë është që të kongë du të me hi Lore, se ju dy bashkë e kështë të smu. Edhe që thonë tjetra histori, po më interesan edhe Mojk i pak me folë qysh po njësh edhe qysh ka shku bashkëpunime me Lore. No, interesant që ju nuk jeni po kërë, i keni gjiru në klipin në lokacionet të ndryshme, audio në lokacion, halos jeni taku, do më thonë. Është shumë interesant. Njojnë në Amerikë, tjetëri në Australi, është... Jo, interesant, let, ka shku gjithë shka mirë, më ka pëlqy, Lore për ndryshe, ka kry punë në vetë mas mirin, është ta qashtu që shë ko menu, sak që shë kena para menu, u hi e ka qa me një fjallë, edhe gjithë shka u kom perfekt, gjithë shka rezultaj mirë, ju mdo shumë i knoqën, për ndryshe dhe publika, që tha Lore, ashtu e pritë shumë mirë, komentet janë shumë pozitive, po ndëgjohet me të madhe, dhe shpresoj që ka me vazhdu me këtë ritëm, falenderët edhe ty për... Unë jam falenderuese. You're welcome. Tani, unë jam falenderuese patjetër ndaj Fisit që e boni këtë mundur, në njerë duhet me kuptu që njerëzit që ke afër, nuk duhet njofin veç si artist, po edhe si energji, si potencial, edhe fakti që ai e ka kriju këtë lloj vizioni për ne dy është shumë nice. Po, ndër të tjera, për mu ka qenë super fantazi me bashkëpunu me Majkun. Unë jam rrit me muzikën e Majk. E kam admiru që momentin e parë që ka dalë në treg, edhe e kam ndjek live, tuknu, në klub, në koncert, po, edhe du të them që kam një zilit papame ndaj teje, si ke një hatje, hit, mas hiti, nuk e dija ka këngë Majku që thjesht e lënçon edhe jetën pa u vënë re, ikën pa u vënë re. Është shumë e çuditshme, thënë, po kjo, Falenderoj shumë, skuqesh tash. Më të më të skuqë. Nuk dallohesh në ato studio të kuqe. Lore, të kisha pos një super fuqi, sonte, kisha morë prej që atje dhe të kisha shti në studio, se qëtash kena me performu kongën, pa ty, fatkeqësisht. Po më mani në linjë. A mujna me mojt në linjë, regjia? A mujna me mojt në linjë Loren? Po, okej, jena... Okej, bro, dëgjus të Radio Dugazhini një emision special me Mojkun, me albumin e ti më të ri, Qielli o Kufi, po ashtu me Loren që është atje, se ato hollat në Amerikë që kanë qef me najnë kamerë, kur si janë kënej. Okej, po shkojna me definitivisht hitin e 5 ditëve të fundit, Dashni 2, Mike featuring Lore, këtu në orë studio Radio Dugazhini, DJ Enz, shkojmë. Që sa sytë s'ti kom pa, që sa zorin s'ta kom ni, ama me ti mu alo. Alo shpiti për ty kon, zemër tem një vend veçan, dhe i sa des ti kim me pas. Koha kalona mu plaga shëndran, Dikut kom pas me latonin, ta shut deri n'gjasht në somni, ndrohet ditë edhe datë kur gjësni, qyna pasqyr kur gjë viz do flok thin. Ke bo thoft dim, që sa ku të vujt jom pajtu me dhim, hike ma more bus qeshën djelin besim, hapër vetës gjinin të shësnu me bimës. Histori kujtime, je kom fati jeme malkime, se di është e njejt nëse shime, ama edhe nëse shime. Di që zemrën tem që kime pas një vend special,
E bërë të dasnis Gjithka e ki halal Që sa sytë si kom pa Që sa zërin s'te kom ni Ama me ti mu ala Hala shpirti për ty kon Zemër të një vend beqan E i sa desi kim me pas Uboku, uboku, uboku Uboku, uboku, uboku Uboku, uboku, uboku Koha galona mu plaga shëndran E jon lut është do nat Në më këthy Ajo dit Kur kesh mu Ka thy krejt Ka lëndu Hala thirë Sa hermali të të me Kënë vajnë shpirtin të Asko qëtër qonën të dhe shpirë Nejtim vajnë të do pes Nështë ta nesër do jeton Nështë ta nesër mos do t'ket Që sa sytë si kom pa Që sa zërin s'ta kom ni Ama me ti mu ala Hala shpirti për ty kon Zemër të një vend beqan E i sa desi kim me pas Që sa sytë si kom pa Që sa zërin s'ta kom ni Ama me ti mu ala Hala shpirti për ty kon Zemër të një vend beqan E i sa desi kim me pas Lore Gjëna që nuk je këto, more, u kënaqëm bre, Po e di qa? Po të merdi iq keq Se gjova majkun të kënu pjesën time E ke No, qa top notch, më pëlqeu shumë që ato se prita asënë, në fakt, shumë nice ke. Jo, ishte shumë surprizë. Edhe di qa ishte tjetër surprizë, Mike, ishte real, I swear. Po, e di qa ishte tjetër surprizë, Mike mos më kishte tregu për titullin e këngës. Edhe As mu se më ka kallëzu për shto. po do të më tregu mujer, pastaj të. Okej. Mos më kishte tregu për titullin e këngës, edhe kur mora vesh që ishte Dashni 2, Yeah. e di sa më rrit përgjegjësia, se ishte është shumë e vështirë me top off atë super mega hitin që e njohim gjithë dhe e dim përmend Dashni. Po I swear, më ka super e super vlerësoj se e çmoj shumë si artist edhe faktin që më ka bërë pjesë të albumit vet, edhe do ta mbaj përjetësisht si një gjë shumë të çmuar, jo vetëm në pasaportën time artistike, po edhe në zemrën time. Kështu që thank you so much. Faleminderit ty që e ke kompletu projektin edhe ka dalë një krye vepër bashkë. Oh, thank you. Unë po shpresoj që bashkëpunimi mes juve dyve ka me vazhdu edhe në të ardhmen, se definitivisht e keni një super kimi. Edhe Lore, qofse kënën në naj emision në Shqipni, këtheja borgjën moj këtë kënej e kong pjesën e tina, ta shte. Të kënoj gjithën. Krejt, merre krejt. Atë në frenin e funit të, kam një qikë shumë sikur. Kishe po zem, Lore, falenderës shumë, nuk po të mojnë ama gjatë. Faleminderit shumë. Thank you. Ju përqafoj fort, të doja shumë të kisha qenë me ju, po anyways, do me thënë edhe kështu. Edhe një sen, kur t'i bën konga 5 milion klikime, kena me hongër një dark bashkë. 5 milion? Po. Si bje, javës tjetër? Okej, javën tjetër po hojna dark, bro, u kry. Ja po një nojna. Ja po hojna, ja po një nojna. Që do ham, noni që do ham. Lore, definitivisht duhemi mu po, falenderit shumë, të uroj gjithat mirat e botës, je një shoqe shumë e mirë për mu, edhe shihemi shumë shpejt. Ciao. Që ke mirë është, a ke po shqiptorë që të dështë të shkën dikush. 5 minuta vendosim a djali mira, djali kesh. Allah, djali mire, shë Lajta ku komentu që me në madhë, 5 minuta, djali mire. Shë më që ajo, që të shkën dikush me, Allah, që ke mire. A mo tash ma se shkoj Loreja, për një me kështu këgja jeni
keni pas një kimi në Kong që Kimi, si edhe mu po vjen shumë mirë që Konga ashtu pëlqy edhe po shpresoj që pëlqime. yes. Po që më intereson me fol është pak e përmene në fillim pjesën e dytë të albumit. A më nësh më na jep naj dot kur po menon me dal si album pjesa e dytë? Dot. A më nësh më na jep naj dot. A më nësh më na jep naj numër? Numër. Ja, s'di numër. Ja, se di alo. Po, ka vakt, definitivisht. Mike të ngon këgja muzik, edhe Kaj. je kështu ma ka old school, e? Ja, me edhe ka një school. Edhe po ma shumë ka, Krejt, ma shumë ka old Gjithë school. shka, vëllai. E kena një segment me Enzin, që thirët artist versus DJ. Okay. Kom ilshu 5 kong një ka një, ti ki me gjetë kush e kënan edhe emrin e kongës. Hajde. A je gati? Shkojmë, DJ Enz, shkojna me kongën e parë. Miss Elliot, emri kongës. worth it? Let me work it. Me njerja së lej, i dënë qdo. Okej, 1-0 për Mojken, shkojna me kongën e dytë. I am. I was like, temptation, temptation. Nelly mëre? Nelly, emri kongës, Hot in Here. Yeah. Atë njërë. Okej, 2-0. Naj një matro. Një matronën. Këto janë klasike. Atë që ko nga në dy kur kësejshë me Red Bull. To the window! To the wall! To the wall! Hey, Lil Jon. 3-0, moj këtë ka deklasuens. Je i përjashtuar nga puna. Shkojna me kongën e 4. Je i kollur. You're fired, je i kollur. You're fired. Je i djekt. 17, I'm like the alone. Firi web, 4-0. As Lionel Messi nuk ka të poqë. Here we come, yo. Busta Rhyme. E shto të dhjën. Flip mode. Back in the town. Okej, Busta Rhymes Give në me the kongës. crowd as I come back. Maj, kejti Jo, që s'është breakën, kjo është as I come back. Por e ka shkru gabim, e koncentro. Shkru ka bërë. Breakën e është e shpejt. Po. Ka gjatën mirë me imitu Jay-Z-në. Po na? Po. Steve. Steve. Okej, 5-0 për Mojken, kjo ke artist versus DJ. Ma gjena kitë në fund njeri. Falnderit shumë që erdhe, po nuk po t'leu me shku. Pa më tregu pak, po më interesën që kjo kongë të fundit që për bëni bashkë me Baba Stars. A jenë një diçka ma e modha, është orë, naj album, naj koncerta, diçka, naj tura, vish për bëni kështu për nostalgji. Qysh? Pse? Për nostalgji. Po a jeni... Nostalgji janë ato që janë. Po a jeni tu këthy vish për trep, për shmek, a është diçka ma e modhe? Për shmek shmeki se kena se të vjetë na më këthy për shmek. Jo, a i gara, bëj, po a den qysh. Do të me konë këtë Baba Stars për me folë për këtë farë pule. Ranësi ka që na këthy, për një me i këshu mungu edhe skenës që jenë ato e vrejt edhe në për që ato koncerte që i kena pas, verën e kalume se jena kom pak vonë, edhe nuk kena bo shumë koncerte, po jena të bo diçka ma të madhe. Jena të menu me bo diçka ma të madhe. Edhe besoj që shumë shpejt kena me... Shumë shpejt. Po thëmë shumë shpejt, po besoj që kena me konkretizu diçka. Okej. Për që jam të folë, për ndryshe për lo surprizë, ma nej... Po nuk është i rikëthemi rastëshëm. I album ja koncert. Një ona gjithë qyrë. Jetë është edhe film. Për këtë kongë që i ki me Getin, mu më pëlqen një, krejt më pëlqen, po një që më pëlqen shumë, i kemi na knu para se me shku, është versioni akustik i kongës Malena.
Kështu që une po du mi falenderu këtë dëgjues të Radio Dugaxhinit që kenë me neve sonte, po të falenderoj ty që ke në emision, edhe po të uroj shumë sukses në albumin që posa e ke qit, edhe që ki diçka për fund, shto që nuk ki diçka për fund, po shkojna me Malenën edhe pe mshelëm. Edhe ty. S'ki kur që për fund. Okej. Falënderit Mike, dëgjues të Radio Dugaxhinit janë nesër me kongën Qielli o Kufi, po shkojna me kongën teme të preferume, Mike featuring Gjizi, Malena verzioni akustik. DJ Jens, falënderit, Trem falënderit, Ori, falënderit Gresa, falënderit krejt ekipa realizuese Radio Dugaxhinit. Kjo ke krejt me mu Fesioniku në orë studio, na vetë shihemi javën tjetër, dhe për fund po jolojna me Mike, Malena featuring Se ti mo nuk je, 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 se ti mo nuk je.